Zoti Kledis Nano, ish drejtori i përgjithshëm i policisë, ka aplikuar për të bërë drejtor i BK-s. Si e konsideroni figurën e tij dhe a mendoni që ardhja e Gledis Nanos në krye të BK-s do jap tjetër po themi ecuri i kësaj strukture? Kandidatura e Gledis Nanos sigurisht është një kandidaturë interesante për shkak të integritetit që ai ka, për shkak të profesionalizmit dhe asaj figure publike që krijoi, qoftë në rrethin mediatik, po edhe ke vetë opinioni publik. Por duhet të theksojmë që ka një proces përzgjedhje ku do të shikohen plotësimi i kritereve, janë 40 kandidatë, midis tyre ka shumë emra, përfshirë edhe nga punonjës policie, siç është ish drejtori i policisë Gjirokastrës, zoti Qipa, dhe kjo lloj përzgjedhje mbi bazën e disa kritereve do të vim tek ajo pjesë pastaj që quhet kualifikimi dhe deri tek përzgjedhja në vetë një komisioni. Ku në këtë komision janë 3 persona përfshirë zotin Dumani. Kështu që kriteret për të qenë fitues dhe kualifikues në grupin final për fitimin e titullit drejtues i BK-s, sigurisht që janë përcaktuar këto kritere mbi bazën e një ligji të 2016-s. Dhe do të shikojmë se kualifikimi i kujt dhe cilët persona do të jenë pjesë të këtij kualifikimi. Sigurisht që mendoj që zoti Nano i plotson gjitha kriteret për shkak të kohës që ai ka shërbyer dhe për shkak të profilit punës së tij. Aty ka një përcaktim qoftë në nivelin e arsimit që ka, ku zoti Nano sigurisht ka arsimin e lartë policor, që i plotson një nga kriteret kualifikuese për sa i përket sistemit të arsimit. Por është një pikë ku themi duhet të ketë jo më pak se 5 vjet eksperiencë në luftë kundër krimit të organizuar, në drejtim të korrupsionit dhe në drejtim të disa, por edhe këto kritere sigurisht që mendoj që ai i plotson. Besoj duhet të ketë sqaruar një problem ligjor që ka pasur dhe mendoj se duhet ta ketë fituar për mënyrën se si është larguar nga policia, forma e largimit, që me sa di ka fituar të drejtën nga gjykata për një shkarkim të padrejtë, që mund të jepet mundësia për një rimbursim financiar. Por megjithatë nuk jemi tek pjesa, po jemi tek pjesa që a është figura e tij, po, unë them që po, figura e tij është shumë interesante dhe do ta bënte shumë më të plot edhe besimin e publikut, po edhe profesionalizmin në punës që ai do të bënte në krye të BK-s. Shpesh Gledis Nano është konsideruar dhe si njeriu i amerikanëve, si dhe ardhja e tij në krye të policisë së shtetit është folur në media si një vullnet i amerikanëve. A mendoni që po themi amerikanët kanë vendosur që të çojnë njeriun e besuar të tyre në krye të BK-s? Që nuk është çështje e amerikanëve, mendoj. Amerikanët kanë një natyrë komunikimi institucional me gjithë ata personat të cilët janë në institucione shtetërore. Në moment që ato vinë dhe përzgjedhen në institucione shtetërore, por nuk mund të ndërhyjnë dhe të përzgjedhen me parapëlqim se kush mund të jetë dhe cilët duhet të jenë kandidatët e mundshëm. Zoti Nano ka kandiduar ashtu si çdo njeri tjetër që ka të drejtë të plotëson kriteret për moshën, për ambicien, për karrierën. Është një familje që vjen nga punonjës policie dhe si i tillë ai e do, edhe ka dashur shumë këtë formë të punës së tij, të kontributit publik. Dhe nuk besoj se është çështje amerikanëve dhe mund të jetë një përzgjedhje amerikanëve. Thjesht janë kriteret ligjore ku këta kandidatë dhe pastaj nga këto kandidatë duhet të fitojë pjesa profesionale. Nuk e di do të jetë me garë nga pikpamje profesionale apo do të jetë thjesht një përzgjedhje midis numrit të personave që plotësojnë këto kritere. Çfarë po themi zhvillimi pritet të ketë në të ardhmen dyja struktura, qoftë BK-ja, qoftë edhe SPAK-u, ku kujtojmë këtu që besoj në fund shtatorit i mbaron mandati dhe Altin Dumanit. Janë dy strukturat cilët është investuar. E para nga qeveria shqiptare, po sigurisht dhe nxitje dhe investim nga ndërkombëtarët, kryesisht amerikanët, që kanë qenë shumë të interesuar. Kujtojmë që në momentin e përzgjedhjes midis zotit Dumani dhe ish drejtuesit të saj të strukturës SPAK, ka qenë ambasadë amerikane prezente ndoshta dhe aty dhe ishin më të ishte kandidati më i preferuar. Dyja këta struktura janë shumë të rëndësishme sepse janë pjesë e atij institucioni që lufton krimin organizuar dhe korrupsionin.
Por megjithatë, rëndësi ka cili do të jetë personi kyç që do të zgjidhet tani si drejtuesi i BKH-s dhe kjo mund të ndihmojë dhe mund të ndikojë ndoshta në rizgjedhjen pastaj të zotit Dumani. Për zotin Dumani krye të këtij komisioni që merret në përzgjedhjen e kryetarit drejtuesit të BKH-s. A priten zhvillime të rëndësishme në shtator? Ne kemi pritur gjithmonë shtatorë gjithmonë kanë qenë pritje. Por shtatori është krijimi i parlamentit të ri, zgjedhja e institucionit kryetar, nënkryetar, verifikimi i mandateve dhe pastaj krijimi i qeverisë së re. Sigurisht gjatë kësaj periudhe lufta kundër korrupsionit është një luftë e vazhdueshme, një luftë që nuk ka fituar, por është një luftë e cila është në zhvillim e sipër. Ndoshta mund të kemi edhe figura të cilët mund të jenë duke votuar nga struktura e posaçme lidhur me krimin zgjedhor, nëse ka kandidat të cilët shprehin dyshime, ka indicie apo ka pasur prova që mund të kenë përfituar apo mund të jenë përfitues nga një proces zgjedhor ku elemente korrupsionit apo të krimit të organizuar mund të kenë qenë ndikues dhe mund të kenë qenë indikacione, dhe pastaj sigurisht që periudha e korrikut dhe e shtatorit mund të kemi goditje të personave të cilët kanë një profil politik të dyshuar për korrupsion, një pjesë e dosjeve dhe personave të cilët janë me masë sigurie mund të kenë zhvillime më shumë, duke i rënduar ose duke u bërë gati dosje pastaj për të kaluar në gjykim. A ishte një lloj po themi marrëveshje në distancë mes zotit Dumani dhe zotit Rama, duke parë që ende nuk dihet se çfarë ndodh me mbarimin e mandatit 7 vjeçar të prokurorëve special, pasi ligji është evaziv lidhur me çfarë ndodh me prokurorët, mund të rikandidojnë për një mandat të dytë apo mund të shkojnë mund të kthehen në prokuror të thjeshtë. Dhe duket sikur Ramo i dha garanci Spakut që vetëm mund e garantoj vazhdimsinë e Spakut. A ishte kjo një lloj, po themi, marrëveshje hersur mes zotit Dumani dhe zotit Rama? Këtë nuk mund ta lexojmë, sepse nëse lexojmë dhe arrijmë në këtë konkluzion, do të thotë që ka një varësi pastaj kjo strukturë. Dhe ne themi që strukturë pavarur, e cila duhet të rrisi besimin mes palëve, pra krahëve të politikës, të qytetarëve shqiptar, por edhe të faktorëve ndërkombëtar, sidomos të atyre pjesëve të faktorëve ndërkombëtar që merren me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, të strukturave partner ndërkombëtare. Pati një qasje sigurisht agresive, dikush me gjuhë më të moderuar ndaj strukturës, ku gjithë secili gjatë kohës që ishin në fushat, patën një lloj deklarimi në mënyrën se si mund dikush ta shpërndante, dikush ta ristrukturonte, dikush ta riorganizonte këtë strukturë. Por sido që të ishin të kodifikuara apo jo mesazhet, përsëri ishin mesazhe presioni ndaj kësaj strukture të pavarur. A mund të ketë akorde apo jo, këtë nuk e di, por di vetëm që zoti Dumani ka treguar një integritet dhe një profesionalizëm të lartë dhe shpresoj që ai mund të kërkojë dhe mund të marrë një mandat të dytë. Në të kundërt pastaj do të ishte një goditje e rëndë ndaj atij besimi publik që sot është krijuar pikërisht e lidhur Spakut me figurën e tij. Zoti Softa, faleminderit shumë për intervistë.